Huës, dhe tashmë është koha që të lidhemi drejt për drejt me Londrën, ku atje do ta kemi një bisedë, besoj shumë këndshme, me Laura Hoxhën, me të cilën do flasim për riorganizimin e rrjetit të bizneseve shqiptare në Britaninë e Madhe. Po e shohim Laurën edhe po e përshëndesim këtu drejt për drejt nga Prishtina. Përshëndetje. Mirëmbrëma Laura. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që u bëre pjesë e kësaj interviste, për cilën në fakt ne kemi folur prej disa kohësh dhe ja ku erdhi momenti pikërisht sot, marrë shkac nga riorganizimi i rrjetit të bizneseve shqiptare, që çdo herë kur bëhet një gjë e tillë krijohet diçka e bukur padyshim, por me ty kemi shumë tema të cilat na zërin interesimin si një grua e suksesshme, si një historie motivuese patjetër. Doja të nisja bisedën pikërisht me interesimin tënd apo me fokusin tënd që keni pasur gjatë gjithë kohës për inxhinieri. Si nisi gjithçka? Faleminderit sfari për ftesën sonte. Rrugtimi im si menaxhere në fushën e sigurimit ajror nuk ka qenë gjithmonë e drejtë për drejtë, ka qenë një dëshirë mu involvu në projekte të ndryshme që ofrojnë bashkëpunime mes teknologjisë edhe zgjedhje të problemeve komplekse. Rrugtimi im në edukim ka qenë i nisur nga pasionet e teknologjisë më shumë. Për këtë arsye mbarova shkollimin në shkenca kompjuterike në University of Kent in Canterbury. Gjatë shkollimit jam involvu shumë me aktivitete të ndryshme brenda dhe jashtë edukimit, si në robotik, në programim dhe në kohë të lirë u involvojsha shumë me projekte të mia në makineri, shembull se automotive shumë më pëlqejnë. Domethënë angazhimet e mi nga mosha e re shumë janë konë me pasion nga teknologjia dhe për të arsye dëshirova me pas pjesë profesionit me him pjesë kështu në fushë të inxhinierisë, më falë. Më falë nëse e ngatroj një fjallë shqip se jam lindë dhe jam rritë këtë, dhe më thonë çdo ditë flas anglisht, vetëm mbrëmje kur e takoj familjen flas shqip, kështu që na falni për shumë mirë po flet, kështu pa merak. Laura, do thot na tregoj si është kështu ndjenja me qenë pjesë e një industrie kaq të avancuar, që është shembull industria e aviacionit ushtarak, që zgabohem, edhe besoj që ka ndonjë moment veçantë kështu rreth krejt karrierës tënde. Po, jam këtu që 6 vite tash në këtë industrie. Më thonë që ma ka mundësu në një bashkëpunim shumë të fort me klienta të ndryshme, si shembull jo veç me qeverinë britanes, por edhe me SBA. Jam gjithmonë në ekspozim të teknologjisë më të avancuar në botë, sidomos botën e sigurisë, industrinë ku punoj unë. Edhe me të thonë drejt, halo sot shokona me produktet që ne i sjellim botës, shembull çaq të avancuar që janë. Është e rëndësishme që është me rëndësi me përmend që Britania si shtet janë më të avancuar në botën e sigurisë dhe pjesa më e madhe të buxhetit tyne në çdo mandat është investuar në sigurim kombëtar. Kështu që projektet e mia që i menaxhoj deri sot skadojnë përmi 80 milion edhe janë shumë të rëndësishëm për Britaninë të Madhe edhe për sigurim kombëtar këtu. Normal që me këtë përgjithësi vijnë edhe shumë sfida. Nuk moj shumë me him detalje sepse në fakt nuk me lejohet shumë informata me ju jap, kështu se nëse nuk ju japi shumë informata, dije që me qëllim është. Por, boj me thonë që mundi me imagjinu kur të kish involvim me projekte të madhe, me teknologji sensitive, investimet të mëdha si radara, sensora, satelit, janë komponente teknologjisë shumë delikate edhe të shtrejta. Do me thonë, vinë shumë momente brenda programeve të mia që me ekipe kemi probleme, ka thyrje, ka gabime, ka kitë bëj me klienta që nuk janë edhe shumë letë me i menaxhu, edhe normal që kërkesat tyne ndoshta skadojnë jashta kontratës të projektit. Do me thonë, të gjitha këto janë normale në përditshmëri me pas këto sfida, por si imagjinoni investimi e kohës edhe durimit që duhet me pas me i përballu këto probleme janë jashtëzakonisht shumë problematike, kështu që është shumë sfidë e madhe.
është një përvojë që nuk e kisha gjetë në ndonjë industri tjetër, si shembull, se përgjithësia jo vetëm me klienta që i kam, por edhe për reputacionin e kompanisë që punoj, por edhe me zyrën e kabinetit këtë, është shumë përgjegjësi e madhe, sepse të keni parasysh tash çdo mandat politik që është në Angli e kanë caktuar me një budget ose një kërkesë tjetër të avancuar për teknologjinë e sigurimit këtë. Do kjo është sfida sigurisht më e madhe. E ka që po besoj që krahas sfidave profesionale, kjo është edhe një punë që logjikisht ndoshta mundet me qenë më dominuese nga gjinia mashkullore. A ka pasur sfida të këtij aspekti, pra atë aspektit gjinor, po shto këtu faktin edhe që ju jeni me prejardhje nga Kosova në një industri kaq të rëndësishme, a i keni vrejtur këto? Ndoshta ndonjë dallim të mundshëm? Po, në fillim të karrierës normale kam pas një përshtypje që kam qenë një fush shumë i dominuar nga meshkujt, por në fakt jam shoku aq më tepër kur e pash se sa pak femra ka në industri. Kam menuar që kam pas një minoritet të vogël, po ofër hiç s'ka pas. Jam qenë, për shembull, kur ja kam filluar e punës në këtë industri, jam qenë ndër ndoshta 4 femra në krejt zyrën, tash të keni parasysh brenda një zyre që e kemi disa të shpërndane në Angli, po në zyrën tem në Londër e kemi pas ofert 3.000-4.000 punëtor. Do më thonë, në atë kohë, më konë njëna për 4 femnav, o konë një ndryshim të ambientit tepër komplikume për mu ambientu në fillim sfari normal. Po së konë që si jam pregadit, se edhe në fakultet si jemi konë shumë studenta që ka pas femra të studiu shkencën kompjuterike në atë kohë, po kur e fillova punën në këtë industri, jo që jam konë njëna nga vetëm 4 femna, po jam konë e vetëmja shqiptare në këtë kompaninë, se e kom lypë bërimet njerëzor, a ka ndonjë shqiptar tjetër, po vetëm unë jam konë në atë kohë. Po kjo në fakt mu ma ka jap një lloj fuqie, një shtyrje, edhe në fakt ma ka jap një vullnet me i angazhu ma shumë femna në këtë industrie, sidomos në STEM apo të shkencës normale. Edhe sot më thonë që jam e ftuar nga disa fakultete në Angli si visiting guest speaker, me jep prezantime për femna, me influencu sa ma shumë me hi në fushën e STEM-it. Edhe t'jesh femën, sidomos femën e re në një industri ka shumë sfida. Shumicën e kohës të menaxhimit kam pas përgjegjësi me drejtu ekipe afër 50 punëtor të ndryshme, që ndoshta kam pas eksperjenca me shumë vite në atë kompani. Do më thonë, në fillim e kam pas të vështirë me majt një farë balancimit mendimeve ose një qetësi në zyre, se jon konë në atë kohë fiksume dhe drejtume me punu në një drejtim, për shembull, edhe stili e menaxhimit të meshkujve në atë kohë ka qenë shumë diferente tek stili im, për shembull. Po unë nuk dojsha me mësu pi tyne, sepse sipas mendimit tim, o dok e gabueshme mënyra e menaxhimit tyne. Kanë qenë ofër, me thonë, kanë qenë gati të fiksuar me kry projektin sa më shpejt, kurse une kam pas dëshirë me drejtu kohën, sa ma shumë procesin, që më konë sa ma efektive në rezultate, edhe shpesh herë problemet që i pash edhe komentit që i kom dëgju pe i klientave të mi, kanë mujtë krejt më parandalu, vetëm me një menaxhim të stilit ndryshme. Do me thonë, brenda kësaj industrie ka shumë pengesa, se si shembull projekti s'ka donë jashta budgetit, jashtë temës, klienti kërkon ndryshime në minutë fund kurse kontrata spjegon diçka tjetër. Do më thonë, sfidë jon konë të gjitha, po me konë pjesë e minoritetit femnav në këtë industri, sidomos vetëmja shqiptar, o konë pak një challenge të vërtet për mu, po besoj që me kohë kam të kalu.
I bie që menaxhoni më mirë se burrat, edhe për atë edhe po keni shumë sukses, edhe kjo na gëzon. Por sido që të jetë nga bota e avionëve, satelitëve edhe shumë gjërave të tjera që i përmende, tash jeni edhe pjesë e organizimit ose riorganizimit të rrjetit të bizneseve shqiptare. Na trego sa ka qenë kjo kështu sfiduese dhe çfarë të shtyu kështu që me i bë po e them bizneset shqiptare në Londër që po besoj shumë që janë të fuqishme apo jo? Po, vërtet shumë. Organizata për bizneset diasporës është një iniciativë që është aktive që sa vite, por unë kohëve të fundit jam angazhu me ju thënë drejtën. Por e kam pas shumë dëshirë këtë pjesë, edhe mbasi kaloj takimi këtë vikend, e kom pa që angazhimi i këtij grupi ka pas ma shumë komunikim edhe ma shumë, ndoshta me thonë, sukses në qytetet tjera shqiptare, si Zvicra, Austri, Finland. Kohëve të fundit në Angli, u rrit ndoshta kapaciteti për involvim të ndryshme të bizniseve, edhe kemi pas sukses edhe rritje të numrat hapjeve të bizniseve këtu. Dhe mendoj që tani ka ardhur momenti mbas sa vite që të ribashkohen shqiptarët nga shtetet tjera, të bashkëpunojnë bashkë me Anglinë, me bizneset Londrës, sepse ka shumë vërtet një komunitet shumë të madh edhe sukses që mundem me vepru jashtëzakonisht më shumë jashtë shtetit, jo vetëm brenda Londrës. Unë nga ona personale, kam qenë gjithmonë pjesë të shoqatave shqiptarëve këtu në Angli, kam dhënë intervista ose jam qenë pjesëmarrës në për shumë organizata të shqiptarëve siç janë Illyrian Brains, UCAP Foundation, edhe kohëve të fundit e kam japë një intervistë për fuqizimin e femrave në ALSA UK. Brenda këto organizime ki shumë rini me ideja të reja që mundën me sjell shumë vlerë në krejt botën, besoj, edhe sidomos për shqiptarëve krenona që vjen nga neve, sidomos. Edhe mendoj që edukimi në profesion sjell shumë vlera për botën e biznisit. Për atë arsye, kam pas ma shumë dëshirë mu angazhu me rini, me i bashku shqiptarët në krejt botën, në diasporë, edhe me i bashku profesionet e ndryshme me ideja të reja për kreativitet, ma shumë nga ona biznisit. Do më thonë, pjesëmarrja jam në këtë pozit, e mbaj afër zemër se kam dëshirë si një vajzë shqiptar, si një vajzë i lindur në diasporë, që jam më e madh është me i bashku ideja tona, profesionet, edhe me mundësu një ndërtim të ri të suksesit, edhe me forcu komunitetin tonë, sepse shpesh herë pe harrojmë që është këtu, se involvohem atë shumë me punë të përditshëm në Angli, dhe unë për veti vetëm jam mënyrë për më angazhu në komunitet, janë më kom pjesë të këtyne të organizator aktivitete, po. E kuptoj. Nga që Laura, duke e ditur edhe paka shumë edhe përmendëm gjithë përgatitjen tënde profesionale, po besoj se edhe kontributi ytë do t'jetë shumë i vyer në këtë rjet. A ka ndonjë fushë specifike në cilën dëshiron me u fokusu më shumë, ose ku do të shihet më shumë kontribute? Normal në këtë fazë të rjetit, jemi hala në fillim të fazës të planifikime, kështu që me kohë nuk i dihet ku do të angazhona ma shumë, por kam dëshirë me pas ma shumë kontakt në rjetin apo angazhimin të femrave në biznise, po sidomos në kompani teknologjisë. Që aty muj me thonë që kontributi jam ka më konë ma shumë, se arsyeja që jam pjesëmarrja e kësaj grupi është me involvu rinit sa më shumë, edhe me pas njohje aq më shumë të bizniseve që kanë të bëjnë me teknologji, edhe ti shikoj, ndoshta me demonstrime, ndoshta thjesht me njohje, me ngrit kontakte më shumë, do më thonë, ka shumë kapacitet dhe sukses besoj aty, edhe është më shumë kuriozitet se sa në sen tjetër.
Mirë, Laura, besoj që një prej misioneve t'juaja edhe besoj suksesin në fund të kësaj organizate do jetë edhe inkuadrimi i zonjave, përmende që ju e bëni menaxhimin më të mirë ndoshta të disa prej problemeve. Edhe ku apo dëshmon që është ashtu, po na trego do ftosh koleget juaja, vajzat e reja, zonja në përgjithësi që ato që janë të suksesshme, po edhe ato që mëtojnë të jenë të suksesshme që të bashkohen edhe pse jo të krijoni diçka të bukur bashkë. Është ky plani jot? Sigurisht, po. Përfshirja e grave profesioniste në një organizatë rrjeti diasporës ka shumë rëndësi, edhe pse jemi të interesum jo veç me bashkëpunim të biznesit aktual, po edhe me zmadhu ideja me pru talent të reja pej profesionet të ndryshme edhe me arrit qëllime të reja, shembull me hap biznise të reja. Edhe rrjeti sjell jo vetëm përvojë teknike edhe manageriale, por edhe një perspektivë njerëzore, besoj. Se kemi dëshirë si grup me ndi sa ma shumë prej idejave të reja dhe pse jo me motivu femnat me kënë shtyhje të hap bizneset tyre. Bashkëpunime pa marrë parasysh që jemi meshkuj apo femna është thelbësor për zhvillimin të komunitetit të bizniseve edhe rritjen për diasporë, kështu që jemi më të fortë së bashku. Kështu që besoj kur jemi në fazën të veprimeve më shumë të projekteve edhe të angazhimit të grupit, besoj që diversiteti të femnave ka me ardhë të natyrshëm edhe besoj që pjesëmarrja e ime edhe do vajza tjerë në grup kanë më konë shembull për të ri, si femër ose si mashkull, nuk ka gale, për neve është vish me influencu diasporën e ri, mu bashku, edhe me pas shpërndarje të idejave, edhe me kismet me fillu diçka të bukur së bashku. Do mundohem me bashkëpunu me femrat suksesshëm në diasporë, po me ko besoj që do vinë ma shpejt brenda jetit sa ma shumë femra, po unë besoj që kur një femën del edhe flet hapur për rrugtimin e saj, sepse menoj se si një femën nuk është e lehtë me pas biznisin tënd, sidomos nëse je non, kështu që transparenca e këtyre femrave që ne i gjejmë, besoj që transparenca, eksperienca dhe këshilla që munden me na afru, vetëm nga një femën do i hap dyert për ma shumë femna edhe ma shumë angazhime nga femna suksesshëm. Si me profesionet tyne, nuk do thot që dush me pas diplom ose najsen për me hap biznis, po është normal diçka që mundëm me vlerësu ma shumë kur i bashkojmë të dyat. Nga që Laura duke qenë se që thash, ka shumë tema të cilat do të mund të bisedonin bashkë në këtë intervjist, po përshka këtë minutave po duhet me i limitu disa prej tyre. Doja që pyetja e fundit ishte sa i përket kapaciteteve që sheni ose potencialet që sheni në zhvillimin e STEM, teknologjisë edhe në vendin tonë, dhe ndoshta a sheni mundësi që diaspora jonë edhe Kosova dhe Shqipëria pse jo të bëhen bashkë për një projekt madhor, duke e marrë parasysh se sa rini të zgjuar dhe të interesuar për këto fusha kemi në Kosovë. Po, shumë e vërtet. Edhe besoj që ka potencial për bashkëpunim mes diasporës edhe profesionistë të ndryshme nga Kosova dhe Shqipëri, edhe opsionet janë aq të madh. Konkretisht në fushën e shkencës ose teknologjisë ka mundësi për interakcion mes profesioneve të ndryshme, eksperienca të lloj-llojshme, kështu që ka qasje më bashku me kriju ideja të reja së bashku. Përvoja që është mbledh këtu në diaspor, nga edukimi ose nga eksperiencë të punës këtë, ka shumë fuqi, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, ka një hapësirë shumë të madh me involvu këto përvoja nga diaspora, edhe pse jo me bashkëpunim dhe lidhje të forta me zgjedhje problemet që janë ndoshta në Kosovë dhe në Shqipëri. Po, muj me thonë që edhe ne si diaspor kemi shumë nevojë për
talentet të gjuta që janë brenda Kosovës edhe Shqipënisë, sepse nuk është që vetëm diaspora mund të ofron diçka juve, është edhe Kosova dhe Shqipënia që mund të kenë pjesë shumë të aktive në rrjetin tonë këtë, si shembull. Ka aq shumë hapësirë për bashkëpunime, edhe këtu i kemi rrit kontaktin ose lidhjet me bizniset britanez që ndoshta kanë nevojë për lidhjet në Ballkan. Ne mund të sjellëm atë kontakt në Ballkan edhe në Kosovë dhe Shqipëri. Dhe pse jo me ofru edhe vend punës për djeme vajza në Kosovë dhe Shqipëri. Une për veti njoh shumë kompani brenda Kosovës edhe Shqipënisë ku ka shumë talent në fushën e web designit, programimit aplikacioneve, që me vërtet bizniset në diaspor kanë nevojë për me arrit ma shumë sukses këtu. Do më thonë, nëse kemi na mundësin me shku të një biznes lokal këtu në Britani për me pas këto solutions për problemet tona, atëherë pse mos me investu në kompani që janë në eksistencë në Kosovë dhe Shqipëri. I kemi aftësit, njohjet, idejat, por problemi mes diasporës edhe Kosova Shqipëris është mungesa e kontaktit. Edhe besoj që aty ne kemi me punu aq ma shumë për me zgjedh këtë problem, edhe kur mundohemi me ofru produkte të bizneseve të huaj, atëherë pse mos me investu në rrethin tonë, kështu që si përfundim duhet me ringjallu kontaktin mes diasporës edhe Kosovës dhe Shqipërisë, me u munu sa ma shumë me pas një bashkëpunim më të fortë, edhe besoj që rrjeti diasporës për Londër ka me sjell shumë gjëra të bukura në vazhdim, besoj. Mirë shumë, Laura, ke shumë knaci që diskutuam sot bashkë, por shpresoj shumë që nuk do të jetë kështu intervista jone e parë, po do dëgjohemi më shpesh edhe do të na tregosh më shumë për planet, po shpresoj shumë edhe suksese që do ja arrini. Në këtë rast Kosova është aty si krye fjalë, pavarësisht që jeni atje, gjithmonë besoj mendjen, si çdo shqiptar tjetër do e keni nga atë dheu juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit. Faleminderit.